Kantierët e kanë shfrytzuar maksimalisht këtë pjesë, duke qenë se nuk ka pasur shira dhe ka qenë e lehtë për të ecur nëpër kantiere, por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që është një situatë që nuk na favorizon në sektorin energjetik. Kështu që ne po e shikojmë me shumë vëmendje rritjen e mundësive për të pasur reshje gjatë sezonit vjeshtës, duket sikur po sistemohet situata dhe në hidrocentralet tona, por ju që punoni në shtratin e Shkumbinit, për sa i përket të gjithë veprës, se pak a shumë në të gjitha segmentet ne jemi brenda dhe afër shtраtit Shkumbinit, duhet që të përshpejtoni pasi do filloj të rritet niveli duke ju krijuar pak problematika dhe komplekse. Është e rëndësishme që të japim një zgjidhje pasi ne shikojmë që edhe tani me përfundimin e sezonit, edhe gjatë fundjavave të vjeshtës parë, duhet thënë që kemi parë ngarkesë dhe jo vetëm të shtunën apo të dielën, po edhe të premten pasdite, edhe të hënën në mëngjes, duke qenë se tashmë qytetarët apo edhe vizitorët dhe turistët nuk janë thjesht për sezonin veror, por lëvizin edhe gjatë fundjavave, kështu që ajo është një zgjidhje e shumë pritur që duhet patjetër të përfundojë me fillimin e sezonit veror, pra deri në një korrik të 2026-s, ne duhet kemi zgjidhur 3 kilometrat e para të bypassit të Elbasanit, për të vazhduar pastaj me projektin e madh dhe financimin e huaj në cilin kemi aplikuar.